Lavdrimet më të sinqerta i takojnë vetëm Allahut të Madhërisëm. Vetëm atë e falenderojmë dhe vetëm prej tij ndihmë e falje kërkojmë. Atë që udhëzon Allahu i plot fuqishëm s'ka askush mund ta humbë. Dhe atë që Allahu i madhruar e devijon s'ka askush mund ta drejtojë në rrugën e drejtë. Dëshmoj e deklaroj se nuk ka asnjë Zot që meriton të adhurohet me të drejtë, përveç Allahut, i cili është një i vetëm, nuk ka ortak. Dhe dëshmoj deklaroj se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ishte i dërguar i tij i fundit, i cili na përcolli këtë shpallje, Kur'anin famlar. Salavatet dhe selamet, lavdrimi dhe paqja qofshin mbi të, familjen e tij, shokët e tij dhe mbi të gjithë ata besimtar musliman që pasojnë rrugën e tij dhe udhëzohen me sunetin e tij deri në ditën e gjykimit. Të nderuar vëllezër besimtar, njeriu për nga natyra e tij kujdeset për shëndetin e vet. Kur ndjen dhimbje, kërkon ilaç, kur lodhet pushon, kur vren se diçka nuk është në rregull me të, viziton mjekun dhe kontrollohet dhe shqetësohet për të gjetur shkakun se çfarë nuk është në rregull me të. Por në fakt ekziston edhe një smundje tjetër që ndoshta nuk ka të bëjë me organet fizike dhe me trupin ton, por që ndërlidhet me zemrën si vend besimi, ndjenjave dhe lidhjes së njeriut me Allahun e plotfuqishëm. Prandaj, ajo që ka është më e rrezikshme në këtë smundje, vëllezër të nderuar, është fakti se nuk ndihet me dhimbje. Për arsye se zakonisht kur njeri ballafaqohet me një problem në aspektin fizik, organet e kështu me radhë, ndjen dhimbje, prandaj edhe shkon të kontrollohet. Kurse e rrezikshme tek kjo smundje qëndron në faktin se mundet mos me dhimbë, mos me ndi se është i smur. Prandaj është një smundje që nuk shihet me sy, nuk mundet me u gjet me aparatura të ndryshme mjekësore, nuk mundet mu diagnostifiku me laborator të ndryshëm e kështu me radhë, dhe këtu qëndron pra rreziku i kësaj smundje. Për cilën smundje kemi fjalën, është ajo kur njeriu ka problem në lidhjen e tij me krijuesin, Allahun e plotfuqishëm. Pastaj në mënyrën si e përjeton mëkatin. Pastaj në pendimin e tij. Sa këshillohet kur dëgjon një përkujtim apo një çortim apo një tërheqje vrejtje për veprimet edhe sjelljet e tij në përgjithësi. Prandaj gjithashtu kjo manifestohet edhe në lidhjen e tij me librin e Zotit Madhërisëm, Kur'anin famlar. Prandaj kjo është do thot një zemër që vërtet besimtari kur e sheh që ka këto probleme duhet të shqetësohet dhe si thojnë në gjuhën e popullit t'i bi veti mas dhe të mundohet ta përmirësoj gjendjen edhe rrethanën e tij. Për arsye se problemi nuk qëndron vetëm në rënje në mëkat, po problemi më i madh është në faktin kur tek njeriu normalizohet mëkati. Çfarë kemi për qëllim kur themi normalizohet mëkati është që kur e bën gjunahin, edhe nuk i bën përshtypje fare. Madje i doket e natyrshme ajo çka po e bën. E ky është do thot problemi më i madh për besimtarin. Prandaj edhe për këtë shkak besimtar Allahu i Madhërisëm në Kur'anin famlar na drejtohet në një ajet që në fakt edhe na tërheq vërejtjen, e ajeti është kështu në surën Al-Hadid, ajeti 16, thot Zoti i Madhërisëm: "Alam ya'ni lilladhina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillah." Përkthimi, po thot Allahu i Madhërisëm kështu: a nuk ka ardhur koha që zemrat e besimtarëve të përulen ndaj përmendjes së Allahut? Vini re, vëllezër të nderuar, kjo ka ardhur në formë të pyetjes. Po nuk është për qëllim që njeriu të përgjigjet automatikisht kësaj pyetje, aq sa është për qëllim që ka ardhur në formë të pyetjes që ka kuptimin e qortimit të njeriu. Se vallë, a nuk është ball? A nuk është e mjaftueshme për ty që të kthjellesh edhe të ndikohesh nga ajo që po të përcillet nga Allahu i Madhërisëm? Prandaj edhe kjo pyetje në fakt është do thot një pyetje që e zgjon mendjen apo duhet ta zgjoj mendjen e njeriu dhe të kuptoj që Allahu i Madhërisëm po na drejtohet edhe po kërkon prej neve të këshillohemi dhe mos bëhemi nga ata të cilët
pra e refuzojnë apo ja kthejnë shpinën atyre këshillave me cilat Allahu i Madhërisht na drejtohet në përgjithësi. Me një fjalë, sikur se Zoti i Madhërisht po na thot neve, po i thot besimtarit, deri kur do të vazhdosh kështu? Deri kur do të jesh nga ata të cilët do ta dëgjojnë apo e dëgjojnë këshillën dhe Kur'anin famlart edhe nuk zbuten, nuk kthehen te Zoti i Madhërisht? Deri kur do të jesh nga ata të cilët e përsërisin të njëjtin mëkat dhe nuk pendohet? Dhe deri kur do të jesh kështu i shpërqendruar nga rruga e Zotit të Madhërisht dhe nuk jam syn mi u kthy Allahut të Madhërisht me një përulje dhe përkushtim ndaj tij. Andaj edhe faktikisht ky ajet, kjo fjalë e Zotit të Madhërisht ndërlidhet edhe me një ngjarje shumë interesante që kanë ndodhur në kohën me një person që njihet me emrin Fudail ibn Ayad. Ky Fudail ibn Ayadi, vëllezër të nderuar, në moshën e rinis, ka qenë një njeri shumë larg Zotit të Madhërisht. Pra ka qenë, si thojnë në gjuhën e popullit, një bandit i cili i ka grabit njerëzit në rrugë. Pra ju ka dalë njerëzve në rrugë edhe i ka grabit, ja u ka marrë pasurinë edhe ka ikë. Pra ka qenë një njeri me plot kuptimin e fjalës bandit i rrugëve, edhe njeri dhe më që ka ba shumë njerëz i janë friksu dhe kishte dalë emri që është do thot një njeri i rrezikshëm, mos të takoft Zoti me të. Mirë, po çfarë ka ndodhur me këtë njeri, vëllezër të nderuar, edhe që ndërlidhet me këtë ajet është fakti se ky një natë prej netëve, duke ecë dhe duke kalu muret e njerëzve për të bërë ato të këqija të cilat i bënte zakonisht, e dëgjon një za që po del nga një shtëpi që ky kalonte. Edhe i bën përshtypje si çdo i ri, kurioziteti se çfarë po dëgjohet, edhe afrohet dritares së asaj shtëpie dhe sheh që një burr po lexon Kur'an, edhe po fal namaz. Po zanin e kishte të mirë, edhe ky ndikohet edhe fillon me dëgju. Edhe pikrisht kur nalet me dëgju, e dëgjon këtë ajet, këtë fjalë të Zotit Madhërisht në surën El Hadid, ajeti 16, ku Allahu i Madhërisht pra po ju drejtohet njerëzve, alam ya'ni lil ladhina amanu an takhsha qulubuhum li dhikrillah. A nuk ka ardhur koha, a nuk është koha për ata besimtar që të këshillohen prej përmendjes së Allahut të Madhërisht, prej kujtimit të Allahut të Madhërisht? Edhe ky ajet, vëllezër të nderuar, i lën shumë ndikim në zemrën e këtij njeriu, këtij mëkatari, këtij banditi. Po në atë moment edhe nalet në veten e tij edhe mendon, edhe i bën një rishqyrtim vetes së tij se çfarë është duke bë me jetën e tij dhe me çfarë gjunohe po merret, e Zoti i Madhërisht po e thirr edhe këtë, edhe po i thot, a nuk ka ardhur koha, a është ball, a është e mjaftueshme për të mu marr me këto punë të këqija? Prandaj edhe nalet ai në veten e tij thot, bela qad an, që në përkthim, po Zoti jam, gjithsesi ka ardhur koha, edhe prej atij momenti, vëllezër të nderuar, pendohet ky njeri. Po nuk ishte vetëm një pendim i sinqert. Çka është mas interesanti te ky njeri, vëllezër të nderuar, është fakti se deri në atë moment njerëzit iknin prej tij, friksoheshin prej tij, prej banditit, se mos po na grabit, mos po na rrah, mos po na bën ndonjë të keqe, e pas këtij momenti ky atë shumë përmirësohet, saqë është shembulli më i lartë i një personi të devotshëm që ka arrit kulmin e devotshmërisë. Të gjithë hoxhallarët, nëse i pyet kush ka qenë njeriu që është shembull i devotshmërisë edhe nivelit nalt të përkushtimit ndaj Zotit të Madhërisht, një nga epitetet që ka pas ky njeri pas kësaj ngjarjeje ishte Abidul Haramain, që nëse përkthejmë shqip, domethënë adhuruesi i dy haremeve, domethënë një njeri që këtë jetën e tij, mas këtij momenti, ka qenë ose ka shku në Qabe, edhe kalu Zotin e Madhërisht, ka ndajt me javë edhe me muaj të tërë, ose ka shku në xhaminë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe aty ka kalu kohë duke adhuru Zotin Madhërisht në ibadet, në adhurime. Pra kthehet në një personalitet që ka qenë shembulli i përkushtimit edhe adhurimit të Zotit Madhërisht, dhe që thamë pak më herët, kanë ikë njerëzit prej tij, pastaj kanë filluar t'i afrohen, edhe të rinë me ta, edhe të kanë dëshirë
me u shoqëru me të për me fitu prej diturisë, njohurisë, adhurimit edhe shembullit mirë që ai jep në çdo situatë dhe në çdo rrethon. Prandaj vëllezër të nderuar, kjo është vërtet një ngjarje shumë interesante që duhet me lënë bresa në veten tonë, secilin prej neve, po një ashtu me pas parasysh se ky ajet me cilën është ndiku ky njeri nuk ka zbrit vetëm për këtë njeri, po ka zbrit për secilin prej neve, për krejt umetin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, për mu e për ty edhe për të gjithë ne. Prandaj a jemi nga ata të cilët vërtet po këshillohemi nga kjo fjalë e Zotit Madhreshëm, ashtu që këshillu ky njeri edhe kalon rrugën e devijimit, rrugën e të keqes, rrugën e harameve, rrugën e punëve të këqija, edhe ka marrë rrugën e drejtë të përkushtimit, të përuljes, të nënshtrimit ndaj Zotit Madhreshëm. A jemi nga ata, ne nga ata të cilët vërtet marrin këtë shembull edhe kuptojnë edhe kthehen te Zoti Madhreshëm. Pastaj një nga gjërat që gjithashtu duhet ta kemi parasysh edhe kuptohet nga kjo ngjarje gjithashtu është edhe fakti i ndryshimit, vëllezër të nderuar. Pra njeriu ka mundësi me ndryshu, madje po e shohim edhe nga një njerëz që ka qenë ndoshta shembull për me tregu për të keq, edhe për devijim, edhe për arrogancë, edhe për punë të këqija, me u kthy në shembull të modelit të mirë edhe të rrugës së hajrit që duhet me ndjek njerëzit. Pra, ndryshimi mundet me ndodh, edhe zemra mundet me ndryshu, vetëm kërkohet prej neve fillimisht seriozitet, sinqeritet në kthimin e Zotit Madhreshëm. Nëse jemi nga ata, atëherë mundemi të ndryshojmë, por kërkohet prej neve iniciativë edhe seriozitet edhe sinqeritet ndaj Zotit Madhreshëm në vepra edhe në punën tona. Prandaj secili prej neve duhet me thonë, ashtu që ka thonë ky njeri, vërtet ka ardhur koha që unë të ndryshoj veten time, të bëhem nga ata të cilët vërtet i kthehen Zotit Madhreshëm, e lajmë do thot mëkatin, edhe thot ka ardhur koha që unë të pendohem, ka ardhur koha që unë mos përsëris më mëkatet të cilat i bëj vazhdimisht, ka ardhur koha që unë ta rregulloj namazin tem, ka ardhur koha që unë t'i kthehim librit të Zotit Madhreshëm dhe të lexoj edhe të mësoj nga ajo, dhe ka ardhur koha që unë pra ta zbus zemrën time edhe t'i kthehem Zotit të plot fuqishëm. Vëllezër të nderuar, pra zemra mundet me ndryshu, po mundet me ndryshu edhe për të mirë, edhe për të keq. Edhe këtë mësmirë të e përmend pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një shembull, në një hadith të cilën e transmeton Imam Muslimi në koleksionin e tij, ku thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tu'radu al-fitanu 'ala al-qulubi 'arda al-hasiri 'udan 'uda. Përkthimi po thot, dëgjojeni këtë hadith, këtë fjalë të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam me vëmendje, vëllezër të nderuar. Po thot fitnet, sprovat, tundimet, mëkatet, e kështu me radhë i paraqiten zemrave njëra pas tjetrës. Kel'udi, ashtu si thurrën fijet e hasres njëra pas tjetrës. E keni parasysh hasreja, këtu njëherë o kanë shumë e njohur, i kanë qenë ato shtrojet që janë përdor edhe janë bë pej kashtes. Po, janë thurr njëra kasht pas tjetrës, edhe në këtë formë është thurr ajo hasreja, pastaj është përdor për shtroja. E pejgamberi sallallahu po e krahason, po thot zemrës i paraqiten fitnet, sprovat, mëkatet, çashtu qysh janë njëna pas tjetrës, çashtu qysh janë vendosur fijet e kashtes në hasre njëna pas tjetrës. Pra, me një fjalë, ashtu qysh një hasër bëhet fije, edhe zemra, gjendja e zemrës ndërtohet përmes gjërave dhe gjërave që njeriu pranon dhe përmes reagimeve që ai i bën në jetën e tij të përditshme. Pra, ato rrethana, ato situata, ato gjendje të cilat ballavaçohet me të njëra pas tjetrës. Pra, nuk është domosdoshmë që njeriu pra gjatë tërë jetës ballavaçohet me situata dhe rrethana të ndryshme. Prandaj ato e formsojnë zemrën tënde. Mundet me qenë një shikim i ndaluar, mundet me qenë një dëshirë jo e mirë, mundet me qenë një fjalë e keqe, mundet me qenë një shoqëri e keqe, e kështu me radhë, pra rrethanat, situatat janë të ndryshme. Edhe vazhdon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam edhe e sqaron edhe thot fa ayu qalbin ushribaha nukitat fihi nuktatun sauda. Çka po thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe secila zemër
që i përvetëson ato, ato mëkate, ato tundime, ato sprova, i përvetëson, i merr, i pranon, pra nuk ju del ballë, nuk qëndron para tyje, mi refuzu ato, po i pranon ato, po thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i bahet një njoll e zezë në zemrën e tij. I bahet një njoll e zezë në zemrën e tij. Dhe kështu, secili tundim, secili mëkat, secila fitne me cilën ai ballavaçohet, edhe e pranon zemra e tij, ajo shkakton një njoll të zezë në zemrën e tij. Në anën tjetër, po tregon llojin tjetër të zemrës, wa ayyu qalbin ankaraha nukitat fihi nuktatun bayda. Kurse ajo zemër që e refuzon mëkatin, nuk e bën, e refuzon tundimin, e refuzon, pra i mbijeton fitnes, do thot e lën anash, ati i bahet një njoll e bardhë. Pra i pastrohet zemra. Dhe kështu në vazhdim të hadithit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po thot, pastaj bëhen dy lloje të zemra. Një zemër e bardhë edhe një zemër e zezë. Edhe e sqaron realitetin edhe situatën secili zemër. Thot, qalbun aswad murbadan kalkuzi mujakhia. Përkthimi, po thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, njëri lloj zemrës është një zemër e zezë, një zemër e njëllosur, një anë, sikurse një anë e përmbysur, e cila nuk njeh të mirën edhe nuk njeh të keqen. Kjo është do thot diagnostifikimi një lloji të kësaj zemre të zezë, e cila pra bëhet e zezë tërësisht, për arsye se duke vazhdu njeriu në mëkate dhe duke njëllos zemrën e tij, bëhet tërësisht e zezë. Edhe po thot, nuk tek ai nuk ka peshoj, kjo është e mira apo kjo është e keqe. Kalkuzi mujakhia, sikurse shikoni sa bukur e përshkruan pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, sikurse një anë e përmbysur, po thot. A keni parasysh, një anë e përmbysur është e thotë, mirë po nuk mundesh me qit në ta kurrë, as ujë, as qumës, as kurrë, pse nuk pranon se është e përmbysur, nuk mundesh me vendos në të asgjë. Prandaj kështu është realiteti kësaj zemre. Mundet mu këshillu, mundet mu tërheq vretja, mundet mu qortu, mundet mu mësu për të mirë, po ai faktikisht nuk pranon kurrë. Sikurse ajo anë e përmbysur që refuzon të vendoset apo të vihet në të asgjë, pra nuk pranon kurrë. Për arsye se tek ai kanar, peshur e të mirës e të keqes nuk është do thot drejtësia, po është ajo çka i pëlqen atij, epshi i tij, udhëhiqet nga joshet, nga dëshirat e veta dhe për të është e mirë çka i pëlqen dhe është e keqe që si pëlqen. Nuk ka kanar me thonë, unë du me ba këtë vepër, a e idhnoj krijuesin tam apo nuk e idhnoj, po thot am pëlqen mu apo s'm pëlqen mu. Ky është do thot kanari i tij. Prandaj ky është shembulli i zemrës së zezë, edhe shembulli i zemrës së bardhë, po thot është shembulli i asaj wa qalbun abyad mithlu as-safa la tadurruhu fitna. Dhe lloji i dytë i zemrës është zemra e bardhë, e pastër, që ndriçon dhe as pas kësaj, po thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam me një fjalë, imunizohet zemra e tij dhe nuk i bën dëm as një sprov tjetër, as një mëkat tjetër, pa nuk i bën përshtypje. Për arsye se e ka arrit në një fazë, në një nivel të ngritjes edhe të pastërtisë edhe të bardhësisë së zemrës së tij, që pas kësaj pra pavarësisht çfarë do tundimi me cilën ballavaçohet në jetën e tij të përditshme, çfarë do joshje me cilën ballavaçohet prej gjunahe, nuk i bën përshtypje, për arsye se ka ardhur në një nivelin e lartë të imunizimit edhe të pastërtisë së zemrës së tij, dhe ky është ai niveli i devotshmërisë të cilën kërkohet besimtari. Prandaj vëllezër të nderuar, ky hadith i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam në formë të mirë na tregon se vërtet llojet e zemrave janë dy, dhe secili prej neve ndoshta është e rrugës me shtru pyetje në vallë, a jam unë në kategorinë atyre njerëzve që kanë zemër të zezë në mëkate dhe në gjunahe, apo jam nga ata të cilët kanë zemër të bardhë dhe në vepra të mira dhe në punë të hajrit të cilat i bëjmë. Lutim Allahun e Madhreshëm me na bën nga ata të cilët vërtet na mbulohet zemra jon me bardhësi e asesi, me vepra të këqija edhe me errësim të zemrës tonë. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.